Hudhra të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto tre probleme. Hudhra është luftuesja më e madhe e problemeve të ndryshme dhe ngrënia e saj me një stomak të zbrazët mund të bëjë më shumë mrekulli, të cilat ndoshta as nuk i keni imagjinuar. Ta hani një hudhër në mëngjes përpara se ta hani diçka tjetër, është sigurisht të konsumoni gjithashtu edhe elementet ushqyes më të rëndësishëm të organizmit. Për të shpjeguar këtë, do të thotë se ju mund të përgatisni stomakun për bakterie që mund t'i merrni gjatë ditës përmes ushqimeve të ndryshme. Për shkak se hudhra është një antibiotik dhe një antioksidant, i cili mbron stomakun tuaj nga probleme të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kështu, kjo është ajo çfarë hudhra mund të bëjë nëse ju e konsumoni atë me stomak të zbrazët, citon Brightside. Rregullon shtypjen e gjakut. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur nën kontroll shtypjen e gjakut. Hudhra ka aftësinë për të ulur shtypjen e gjakut pa pasur nevojë të merrni ilaçe të tjera. Lufton inflamacionet. Inflamacioni pa marrë parasysh se cili lloj është mund të parandalohet dhe të lehtësohet nga hudhra. Personat me artrit mund të përfitojnë nga kjo bim. Duke ngrënë hudhër me stomak të zbrazët, jo vetëm që do ju ndihmojë të luftoni simptomat e artritit, por gjithashtu të lehtësoni edhe dhimbjet. Mban larg infeksionet. Nëse hani hudhër me stomak të zbrazët, infeksionet do të mbahen larg. Të gjitha llojet e infeksioneve bakteriale mund të mbahen larg nga kjo bimë e mrekullueshme. Hudhra është një bimë e mirë e cila mund të forcojë sistemin tuaj imun. Kjo është ndoshta gjëja më e mirë që kjo bimë mund të bëjë për ju, të forcojë sistemin imunitar. Të kesh një sistem të dobët imunitar është diçka e zakonshme në këto ditë. Ftohja e shpesh dhe alergjit janë shpesh rezultati i sistemit të dobët imunitar. Hudhra ka potencialin që të forcojë sistemin tuaj imun. Ajo gjithashtu është e mirë për mushkëritë dhe mund t'jap edhe një përmirësim të shëndetit të tyre. Hudhra mund t'jetë shumë e mirë edhe për mushkëritë. Parandalimi dhe trajtimi i problemeve të frymëmarrjes është diçka që hudhra e bën më së miri. Ajo mund të parandalojë problemet bronkiale, kollën dhe problemet të shumta që i kanosen shëndetit nga temperaturat e ulta. Hudhra mund të trajtojë probleme të ndryshme të trupit dhe gjithashtu mund t'i japë organizmit një sër përfitimesh që e veçojnë atë edhe si një zgjidhje mjaft të mirë për të mbrojtur organizmin tuaj. Hudhra është një nga erëzat më të mira për të konsumuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Përdorimi i saj brenda normës së lejuar sigurisht që do të kthehet në një aleat të çmuar në betejën kundër komplikacioneve. Ekspertët shëndetësor thonë se për shekuj hudhra është konsideruar një ilaç i shenjtë dhe besohet se lehtësonte disa komplikacione që i kanoseshin shëndetit tuaj. Ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë shpëtues i jetëve përpara se të përdoreshin medikamentet. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se edhe alicin përbërësit që gjendet e hudhra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër bakterieve të ndryshme dhe të përforcojë organizmin tuaj. Hudhra po ashtu na mbron edhe kundër radikaleve të lira në organizëm. Studimet kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë hudhër kanë më pak prirje që të vuajnë nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira në trupin e tyre. Hudhra po ashtu do ju mbrojë edhe kundër problemeve që i kanosen shëndetit të zemrës, pasi kështu do të relaksojë edhe enët tuaja të gjakut, duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës kanë elementë të cilët ndihmojnë edhe në uljen e problemeve të kolesterolit, si dhe bëjnë gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur që të krijojë gjithashtu edhe mpiksje. Hudhra ka vlera të larta antioksiduese. Hudhra ka të paktën 1% të forcës së penicilinës e cila mund të luftojë një numër të lartë të komplikacioneve. Problemet e shumta me antibiotikët janë të larta, por hudhra nuk do të shkaktojë luhatje të shëndetit tuaj. Gjithashtu hudhra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm që e mbajnë lëkurën tuaj më të pastër, por në fund rezultati mund të jetë zhgënjyes.
E kombinuar me produkte të tjera, hudhra sigurisht që do të rezultojë si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të lëkurës dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të saj. Nëse doni të përdorni hudhrën në dietën tuaj, atëherë do të keni një zgjidhje produktive kundër problemeve të akneve. Hudhra gjithashtu është shumë e mirë edhe kundër mpiksjes së gjakut. Nëse prej kohësh tashmë vuani nga problemet e mpiksjes së gjakut, hudhra mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Provat klinike, të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension, kanë treguar se presioni i gjakut tek vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% me përdorimin e hudhrës. Gjithashtu ato kanë treguar rezultate të mira efektive kundër komplikacioneve të ngjashme dhe gjithashtu e mbajnë organizmin brenda normave të lejuara. Hudhra është efektive për shëndetin dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do t'japë rezultate mjaft të mira ushqyese edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një zgjidhje praktike e cila mund të shtohet me patjetër në dietën tuaj të rregullt, pasi ajo është e pasur me vlera të larta ushqyese, të cilët mund të mbajnë në larg komplikacionet e trupit. Hudhra është padyshim një nga ushqimet që duhet të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj dhe nuk duhet të mungojë kurrësi në të. Vlerat e saj për shëndetin janë të panumërta, sidomos kundër virozave dhe inflamacioneve dhe kur vjen puna edhe tek gjumi, ajo nuk ka asnjë ndikim negativ. Sipas të dhënave, konsumi i hudhrës në mënyrë efikase dhe në mënyrë të rregullt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në trajtimin e problemeve të tilla si arterioskleroza, ishemia, problemet e imunitetit, artriti gjithashtu edhe problemet me shikimin. Në këtë video do të mësoni më shumë arsye pse hudhra nuk rekomandohet të konsumohet në mbrëmje dhe përpara gjumit, por të konsumohet herët në mëngjes pas mëngjesit mund të japë rezultate fantastike, edhe në reduktimin e komplikacioneve të tij. Ndaj hudhra nuk duhet të konsumohet në mbrëmje pak përpara se të shkoni për të fjetur, pasi kështu do të jetë më e vështirë që të merrni përfitimet e saj. A e dini se ngrënia e një thelpi hudhër mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë vlera të qëndrueshme? Hudhra është një përbërës i thjeshtë me përfitime të pabesueshme për shëndetin dhe për organizmin tuaj, citon Step to Health. Hudhra do të stimulojë mirë sistemin imunitar dhe do të normalizojë florën e stomakut, dhe duke përmirësuar kështu edhe një tretje efektive dhe më pak probleme në shëndetin tuaj. Hudhra është gjithashtu një antibiotik i fuqishëm natyror, që me të vërtet mund të punojë pozitivisht në mbrojtje të shëndetit tuaj dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra vret një numër të madh të bakterieve të ndryshme të cilat i kanosen trupit tuaj. Ajo përdoret gjërësisht edhe kundër problemeve në mjekësinë tradicionale edhe për trajtimin e shumë komplikacioneve. Hudhra është e përdorur nga romakët dhe qytetrimet e lashta edhe si një kulturë e gjallë pozitive në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve që i kanosen atij. Përdorimi i rregullt dhe i hudhrës së freskët mund të japë rezultate fantastike në rritjen e imunitetit, por në disa raste hudhra nuk duhet të konsumohet, sipas Step by Health. Personat përpara një operacioni nuk duhet të konsumojnë hudhër, sidomos kur e kanë operacionin e planifikuar, pasi kështu do të jetë më e rrallë edhe rikuperimi i gjendjes së tyre. Njerëzit të cilët kanë tension të ulët të gjakut nuk duhet të konsumojnë hudhrën. Nëse vuani nga presioni i ulët të gjakut, mos e përdorni atë pasi mund ta ulë më shumë presionin tuaj. Njerëzit që kanë probleme me shëndetin e mëlçisë duhet të jenë më të kujdesshëm me përdorimin e hudhrës. Edhe pse hudhra mund të vrasë një numër të lartë të bakterieve që i kanosen shëndetit, përdorimi i saj në mënyrë të gabuar mund të shkaktojë efekte anësore për trupin tuaj. Prandaj mund të dëmtojë edhe shëndetin e mëlçisë. Njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet e syve nuk duhet të konsumojnë hudhrën. Personat që vuajnë nga sëmundjet e syve, veçanërisht të shëndetit të dobët të tij, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e hudhrës pasi mund të shkaktojë efekte anësore për shëndetin e tyre. Prandaj tregohuni më të vëmendshëm me mënyrën se si doni ta përdorni atë në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.